qysh jetu nej qetë, për një moment fillon me të bloku frymarrja. Fillon me të dogë sikur s'po mundesh mu ngi frym, muret e shtëpisë fillojnë me të ngushtu, dhomat bëhet më e vogël, shikimi fillon me të fokusu veç me një vend, trupi fillon me të kontraktu, fillon mu një shumë çuditshëm, fillon me pa drita dhe fillon me të dogë sikur je tu dek. Edhe pse nuk je në rrezik, edhe pse s'është tu një kërkosh, as nuk e ki asnjë problem. Në mjekësi, që kjo njihet sikur ataku i panikut. Çka është ndodhur në këto momente është që truni yt ka kaluar me një farë gjendje që na e quajna luftose ek. Edhe pse nuk jetu e pas një stimul specifik. Sa më shumë që fokusohesh te frymarrja në çështje situata, çaq më keq bëhet. Nëse fillon me uni sikur fillon me marr frymë tepër shpejt, masnej fillon me marr edhe më shpejt se tutesh që nuk po merr frymë mjaftueshëm. Në çështje situata çka duhet me bëu në mënyrë fillestare është me tentu me e koordinu frymarrjen, me e qetësu, me marrë frymë pak më kadale, kështu që trupi me e kuptu që nuk është në rrezik. Zakonisht ataku i panikut është shumë dramatik. Njerëzit e përshkruajnë sikur eksperjenca më e keqe e jetës, edhe njihen sikur kërkush nuk po i kupton. E vërtet, ataku i panikut është shumë dramatik, po zakonisht në shumicën e rasteve nuk është i rrezikshëm për shëndetin. Por sidoqoftë, fillimisht duhet me u konsultu me mjekun, me e kuptu që është atak i panikut e jo në shkaktar tjetër, e masnej me u marrë edhe me trajtu këta. Nëse dhe ti e ke pas një eksperiencë kështu, mundesh më na shkru edhe kena me tentu me të kthy përgjigje.